në televizion tani. Unë u largova nga radio sepse isha me shkollë të mesme dhe ata nuk mund të më emëronin. Po, si ishit të shtarë. Kështu që ardhja në shkollë, pas një viti, në Akademinë e Arteve, bëri që në ditën e dytë më thrasin në televizion, mbajmën ishte Shefqet Bregu, një nga speakerat shumë të mirë të televizionit shqiptar, më thotë kërkon Mara Shajati. Drejtori përgjithshëm. Ishte drejtori përgjithshëm. Në cilën datë, muaj, vit? Po tani ishte Paka shumë? Shtatori, ishte mesi shtatorit, fund shtatorit. Viti? Viti 79. 79, dhe? Po. Edhe shkoj, ne kemë vendosur, thot, që të dalësh dhe në ekran, do shkosh, do bësh një provë, thot, në studio, do të takohesh me Shiqyri Skënderin, atëherë Shiqyri Skënderi ishte një gazetar i shquar i televizionit, vinte nga Gazeta Bashkimi, në atë kohë ishte emëruar shef redaksie i Departamentit të Informacionit, më merë, më çonë në studio, bë një regjistrim, pak zgjatje i regjistrim, sepse çdo gjë ishte perfekte, nga që unë e njihsha televizionin, e njihsha shumë mirë. Bëtë regjistrimin dhe sa marroj regjistrimin, thot nesër ke orarin orën 4, thot e kupton. Edicioni lajme do në 4. Po, nesër. Kështu që unë fillova. Sa vjeç ishe? Po isha te 20 e ca vjet. Sa? Se do të pyes edhe për sa vjeç ishe në radio kur dhe lajmet për të Po parë? isha 23-24 vjeç. Tu, po kur dhe në radio? Po, në radio isha, domethënë 18-19? 19. 19 vjeç. 19 vjeç. Besoj miri, speaker miri? Speaker miri, mi dopti më. Ishe kështu bio, do nga të drejtive. Po, dhe fillove dhe lajme ditën tjetër vetëm? Po, vetëm. Vetëm, nuk. Po, pastaj si kalove në edicionin qendror? Mbaj mend që koleg ishte Çlirim Poro, ishte Jani Kondili, ishte Amali Dhamo, ishin dhe një dy të tjerë cilët s'po më kujtohet emri tani, domethënë që ne ndëronim oraret me këta. Pastaj pas rreth Pse në orën 4 filloi dhe në orën 4 edicioni lajme. Po, filloi zgjerua nga ora. Po. Edhe gradualisht, domethënë televizionin shqiptar filloi të zgjerohej, domethënë nga ora 6 që fillonte deri në orën 10-11, pastaj filloi u bën në 4, pastaj mori 24 orë për 7 ditë të javës. Më pastaj pas një muaj, domethënë nga që unë kisha dalë shumë mirë, fillova të më jepnin orarin e revistës televizive, ku ishte Virgil Kule, e kupton, një nga zërat. Zvendosoi Virgil Kule apo ai nuk ishte për ditë? Ai ndërkohë ishte dhe drejtori i televizionit. Kur u bë drejtor televizionit, ti kalove ti në edicion. Njëkohësisht ishte edhe speaker. Virgili. Në atë moment ai u tërroq, pastaj pas një farë kohe u tërroq dhe vendin e tij, domethënë e zura unë bashkë me Tefta Radin. Të dy? Shpesher të dy. Ne kemi qenë një çift sepse filloi radio televizioni filloi me çifte. Domethënë filloi dyshe lajmet. Si model italian. Sigurisht që gjithë programi i televizionit shqiptar ishte modeli i Rajt. Ishte i Rajt. Në atë modele si për vite deri në vitin 90 televizioni shqiptar. Unë në fakt kam përgatitur disa fotografi që duhet i komentojmë dhe këtu pasaj vinë edhe pyetjet. Do i lutem regjisë fotografi që kam përgatitur. Dimitër, në çdo ja u tregoja të stafit dhe habiteshin, në çdo ditë Gazeta Zëri i Popullit kishte programin e televizionit dhe shërbimin e motit, shërbimin sinoptike, teatret e tjerë. Po do të mbetemi pak këtu te moti. Pse? Ku a dje dhe sot. Pse? E di pse, sepse... Mos më thuaj ke dhënë dhe motin. Jo, nuk kam dhënë motin, por ka qenë Petriti i famshëm i kohës. E ke njohur? Po kemi qenë në një studio si këtu, ai tek vendi i kohës, i motit, e kupton, te dekori. Ne ishim tavolinë, sa mbaronim lajmet, e kupton, dilte direkt ai. Ishe ti kur bëri atë nga tërresën e famshëm që e hoqën? Që tha Bunasera diçka tillë?
Po, Isha aty? shiko, ato ndodhnin, jo, unë nuk kam qenë... Po si ishte e vërteta e saj? Nuk jam në gjendje që jo, në këto raste njeriu emocionohet. Do thënë, me pak fjalë për gjithë ata, Petriti, si Petriti ishte, shiko... Petrit kush? Se s'më kujtohet mbi emri? Petrit... Dhe unë tani... Okej, s'kam. Leka. Ai jepte Montit çdo mbrëmje. Çdo mbrëmje. Mbas lajmit. Ai vinte 2 orë përpara. Përgatiste sepse çdo gjë nuk ishte elektronike, ishte çdo gjë me dorë. Dhe i vizatonte? Ai vizatonte, i bënte presionin e ulët, presionin e lartë, i kishte ato numrat, i kishte gati aty, i ngjiste atje me 2 orë para. 2 orë para. Dhe ndoshta kjo ka ardhur nga që ai shkonte dhe dëgjonte motin te kraj. Dhe ishte familiarizuar me atë fjalor. Shkonte në dhomën ku vinte sinjali i televizionit. Brenda në televizion, po? Po, edhe ndoshta aty, domethënë si i ardhur shpejt e shpejt, domethënë për të marrë atë të fundit. Dhe tha bunasera. Dhe në këto rrethana ndoshta aty i ka dalë kjo pa. Ai ishte live? Po, direkt. Do të riti ishte live gjithmonë? Gjithmonë direkt. Do lajmet ishin live? Lajmet gjithmonë direkt. Dhe i tha bunasera dhe hoqën? Koha direkt. Dhe Monti direkt. Anoncuesit që dilnin që thonin ato speakeret e që anonconin programin, e kupton? Do të thënë, me pak fjalë për ata që nuk e din, ai i tha bunasera në vend të thoshë mbrëma dhe e hoqën. Tani atëherë ishte çdo gjë e kontrolluar, do të ishte shumë i kujdesshëm. Tani Enver Hoxha për pak kohë, nuk është se për pak kohë, po jo, mua ma kanë thënë kështu që Enver Hoxha thotë orë edhe atë Petritin se kanë parë, tha. I tha shoku Enver ka bërë një gabim, ka thënë bunasera. Po mi ma tha, nuk ka bërë një gabim të madh, tha, futeni prapë, tha. Kështu u kthye përsëri ai. Ti ke qenë momentin kur u kthye? Po sigurisht, ne kemi qenë bashkë udhëtar deri në momentin që ai ishte një skrupuloz, ishte skrupuloz për sa i përket asaj dritares së vet, atë organizimin e tij që ta bënte sa më bukur, sa më mirë, e kupton? Po dhe si njeri ishte i mrekullueshëm. Nëse regjia do ngjej foto të Petrit Lekës, Petriti i Motit. Kështu shkruhet atje në Google Image. Po, tani 18:00 programi dhe lajmet. Do të thënë lexosh programin dhe pastaj lajmet ishe ti. Po, në orën 6. Në orën 6. Kjo, domethënë programi i madh lexoj, domethënë gjithë programi lexoj në orën 6 kur hapej ja, sipari. E kam atë temën. Kur hapej sipari, e kupton? Dhe dilte anoncuesja dhe thoshte pastaj për çdo emision që vjen më mbrapa, dilte anoncuesja dhe thotë, tani do të ndjekim emisionin për fëmijë, ose do ndjekim filmin artistik. Filmi artistik televiziv, Djaloshi fshatar, seria e 6 dhe e fundit. Ore, pikrisht thonin ato. Si ja bënin me Dimitri që e shikonin për shemb të shtunën një seri dhe seria e dytë ishte të shtunën tjetër. Si e marrin mend? Po sepse s'kishte tjetër. Çfarë do fusje në memorie? Do, ajo ishte ngjizja që i bëj. Ti vetë lexoje te Zëri Popullit programacionin? Jo, nuk kisha nevojë sepse unë isha aty, domethënë. Foto tjetër? Sa më ka marrë malli, ë? Po, kjo ishte sigla para se të fillonte transmetimi në orën 6. Domethënë para se fill pasi shkonte ora 18, domethënë dilte. Jo, po kishte një gjë të bukur kjo. Në 17:45 fillonin ca këngë të bukura. Si? Këngë të bukura në 17:45. Futej pak muzikë, jo këngë, pak muzikë. Po jo, kishte edhe mbante me muzikë. Dhe në 18:00 pip dilte Ylli Pushka Kazma. Ylli Pushka Kazma, dhe dilte speakera që jepte program. Dhe direkt pas asaj ishe ti. Direkt pas asaj ishin lajmet e orës 6. Dhe ishe ti. Kujt i binte radhë? Kujt i binte radhë, sigurisht, po ti në kuptimin. Foto tjetër? Kush e ka bërë këtë foto? Normal? Hylmi Bylykbashi. Fotografi i televizionit, i radio televizionit. Tu ke qenë në radio apo në televizion? Televizion. Televizion, se nga mikrofoni. Është mikrofon. Televizion, është çdo gjë. Ke qenë vetëm në edicion lajmet orës 6? Janë, po, domethënë ora 6 duhet të ketë qenë, e kupton? Janë fillimet e startimit si speaker në televizion. Në televizion. Kush ta siguronte kostumin, kravatën, këmishën? Kishte, sigurisht, çdo gjë e organizuar. Garderoba. Ishte garderoba, ishte organizuar, domethënë mbaj mend që për herë të parë unë dola me ato të mia, domethënë sepse nuk pati kohë nga që u tha sot për nesër do dalësh, edhe unë kisha xhaketën, këmishën, kollaren time. Pastaj televizioni merrte masa me rroba qepës, me të gjitha, kishte garderobën e vet, e kupton. Tani u bëri i famshëm kur dili në rrugë.
Kur e kuptove për herë të parë që më shikojnë mua? Është kjo. Unë se kam parë kështu, kam parë nga që kudo që shkoja më nderonin, më respektonin. Dhe ndjeja që gjithë kjo ishte falë daljes në ekran. Tani, më the për Imarin që familja ime nga Imara dhe, po pak më the, po, këto genet e arta, sepse kishe zërin, po kishe dhe paraqitja, duhet ta themi. Nga i ke këto genet e arta? Tani, shikon, ne e tham pak karakterin Imariot, pak për para, zumë në goqër, si deti qetë, si malir, si... Unë gjushim nga babaj, dhe më thënë, lexonte shumë edhe ishte një recitut shumë i mirë. Oh? Po. A ishte një... Si quaj? Mimi Gjoka. Ishte një njeri dashuruar me letërsin ruse. Sepse, të themi të drejtën, gjyshi. Nga babaj. Sepse ajo letërsi qarkullonte atere, e kupton? Dhe ishte i dashuruar me Gorkin, ishte i dashuruar me Majakovskin, ishte i dashuruar me Seninin, ishte i dashuruar me Dostojevskin. Dhe mbante, lexonte shumë vjersha, sidomos nga Senini dhe mi recitonte mua. Më vinte dhe mua nga njerë që të lexoja, më jepte libra, më jepte mbajmën, më jepte jo po David Copperfield, jo po poezit e Seninit. Më vinte në pozicion kur shkoja në Bear, domethënë që kaloja pushime dhe por kur recitonte me atë zërin e thellë, gjyshim ka qenë përgjigje si Rruga Urës, ashtu quhej ajo ndërmarrje, që ishte në përgjegjësi nga Himara deri në Saran, domethënë atë rrugë. Dhe njëkohësisht ishte edhe një nga peshkatarët e jashtëzakonshëm i Mariot. Të merrte ty ndonjëherë për peshk? Po sigurisht, shkoja shpesh. Më thuaj në një gjë të veçantë ato. Plaku dhe deti, domethënë, në histori kështu. Po ishte një plak dhe det dhe super plaku dhe deti. Sepse ai domethënë peshqit i vinin, ai nuk shkonte ti kapte domethënë. Si vinin peshqit mua? Po, domethënë ai ishte një peshkatar për oktapodët që domethënë e sillte oktapodin dhe mënyra e tij se si e sillte dhe vetë se kur e kapte me dorë mbi sipërfaqen e ujit edhe e plaste në shkëm. Nuk hynte si të tjerët për ta gjetur poshtë në ujë. Ai kishte një shkop të gjatë, e lidhte me një asfak quhej, me një shkure, e kupton? Edhe e fuste në det. Ja morë këtë profesion? Po, tani unë e di, e kam në mend, po nuk e kam ushtruar, se s'më ka lënë... Do jepje lajme, thoi, o do bëhe peshkatari? Isha larg detit, kështu që për vitet e moshës. Po Himara qa thoshe për speakerin e famshëm Dimitri Gjoka? Po ishin krenar. Shkoje shpesh në Himar? Po shkoja, njën 2 muaj, njën 3 muaj, çdo muaj, si pas mundësive, si pas... Si ishin i marrë, si të pristin? Djo, ne kemi qenë një marrë, unë kam qenë një marrë dhe në moshën 6 vjeçare, pasi baba im kaloi me detyra në Vlorë dhe ne u transferuam. Po ti gjithmonë ke lindur në Vlorë? Unë kam lindur në Imar. Në Imar ke lindur, e pasaj 6 vjeç ke ikur në Vlorë? 5 vjeç. 5 vjeç ke ikur në Vlorë? 5-6 vjeç dhe më kur filluar klasën e parë, domethënë. Dhe pasaj, çdo pushim, semestri, pushimet e vitit të ri, semestri 2, unë shkoja tërkohë në Himar. Tani, si Mariot. Dhe nga ana e mamas kisha gjyshin i cili ishte... Edhe ata i Mariot? Një këngëtar i Mariot, sigurisht, të 2 prindrit unë i kam i Mariot. I Mariot, po. Gjyshin nga mama ishte Koço Lazari, ishte një këngëtar i përsosur, e kupton? Tani më the 2 emra këtu ti mua. Petro Marko, Odise Grillo, ka dhe të tjerë kam përsysh. Personalitete, Imara. Po ka Imara, plot personalitet. Mund përmendësh disa të tjerë? Po ka, është në Çomuko. Në Çomuko, pa diskutim. Gjenit që shumë pak i vlerësuar nga shteti shqiptar. I pa studiuar ndoshta. Mua më vjen keq sepse ai nuk studiohet as në shkollën e muzikës edhe në Akademinë e Arteve dhe as në Fakultetin e Gjuletërsisë. Ajo polifonia aty me shtat zëra... është, për shembull, unë mos i pres veshit, isha me një kompozitor i cili ka bërë një këngë të bukur me motivet e Erdi Prilli shkriu Bora të Ne Çomukos dhe këndon... Kush e këndon? Jo... Këngëtar e re? Ne, se këndon një nga këngëtarët tona, edhe kur e mora në intervist nga që jam duke bërë një dokumentar pikërisht për këtë,
Më tha, jore, tha, unë e di popullore, tha, se poshtë ka siglën popullore. Ja, këto që ishtin emrin popullore. Ate ka bërë në Çamuko. Dhe kjo humbja e emrit të tij erdhi për vetë faktin, sepse një vllai i tij në kohën e regjimit të Zogut ishte ministër edhe me ardhin e pushtetit, çdo gjë e pushtetit komunist më pas, domethënë e lanë në hije, e lanë pas dore dhe krijimtaria ti doli poshtë vetëm popullore. Për shembull, ai është autori këngës O më Korçara sa bukurie. Në Çamuko? Po. Po më habit me këtë. Është jo vetëm një këngë, po janë nuk e ka emrin të shtuar. Janë disa. Nuk e ka emrin të shtuar. Ka në librin e tij, domethënë. Po mirë, tani kujt ja kushtonte ky këtë? Ja ku Tefta Tashko Koçës. O më Korçara bukur. Po. Ua, po si e kemi kënduar ne pa e ditur kujt ja kënduar? Jo vetëm kaq, po është. O moj Korçare bukurie, ja kushtonte Tefta Tashko Koç. Po kishte në një histori, në një love story apo? Është një histori shumë e bukur, se në 29-ën në Çamuko është autori, një nga autorët e parë të diskografisë të incizimeve në disk të këngëve polifonike himariote dhe shumë të tjera, domethënë këngë, poezi, skeqe, monologje, sepse ai është edhe themelusi i gazetës së parë humoristike shqiptare. Si quhej gazeta? Pif Paf. Pif Paf? Po, sa e bukur. Në vitin 1928. Pif Paf. Ai nxjerr botimin e parë të gazetës humoristike shqiptare në Saran, se atëherë ishte në Saran. Tani të bëjmë pyetje kështu, zoti Mariot. Kur dëgjon këta ti që thon Himara jo greke ose në një shpallet Himariot, që s'është fare nga Himara, edhe duke shpallur Himariot thot jam grek, tani një përgjigje nga Dhimiti Gjoka. Nuk po them emra, se e di unë ti je kështu, domethënë i kornizuar. Si ju përgjigjesh ti? Demokracia ka një të mirë, që njeriu mund të deklarohet si të doj, edhe për çdo shtet që të doj. Po? Por një fakt është i pamohshëm. Po? Që gjua greke është prezente në Himar. Gjua e nënstime është greqishtja. Sepse jeni biling. Jeni dy gjuhësh. Dy gjuhësh, por jeni shqiptar. Nuk e dim. Si nuk e dim? Ti nuk e di se ç'e? Nuk e dim. Të lutem, kur Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë nuk del me një definicion për të thënë që Himara është greke apo shqiptare, e kupton? Nuk ka të drejtë askush të japi. Jo, prit këtu më zë makina mua. Të tillë. Të lutem, çdo njeri është në vetdijen e tij është i pandaluar të deklarohet japonez, kinez, jo, ti çe je atë? Italian. Ti çe je, shqiptar apo grek? Tani unë jam dy gjuhësh. Këtë e diu. Gjuha e nënstime është greqishtja. Po shqipja ç'është për ty? Të lutem, gjuha e nënstime është greqishtja. Jo, ç'është shqipja atëherë? Shqipja është gjuha që unë u rita edhe zhvillova jetën time. Atëherë po të them drejt për drejt, ti je shqiptar apo grek? Unë jam i Mariot. Po e kujt është Himara? E Shqipërisë. Do të një shqiptar. Po është brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Jo, brenda territorit kemi edhe ca brenda territorit të Serbisë në Luginë e Preshevës, po ata janë shqiptar. Po janë minoritete, kupton? Ato janë minoritete. Jo, ajo historia juaj dihet që ajo bëni tregtim me Korfuzin dhe dhanë morën dhe mësuan greqishte. Të lutem, unë nuk jam i përgatitur. Jo, të kuptoj po. Dhimiti Gjoka është shqiptar? Unë jam i Mariot. Po mi, ma thuj që je shqiptar pastaj. Po jam i Mariot për atë më shumë çfarë të them unë. Jo, po ti je i Mariot, je shqiptar. Ai që konkluzionin dhe teleshikuesi që na shikon. Okej. Kalojmë në foto tjetër. Më pëlqeu shumë kjo foto e parë. Tani kemi disa foto. E ke këtë foto? Po, e kam këtë foto. Unë e kam nxjerrë për të parë në Atëre, ju jeni ai aty ato me bluzën me viza. Duhet jeni 88, 87. Këtu është Departamenti i Informacionit i Televizionit Shqiptar para viteve 90, domethënë në Alfons Gurash. Alfons Gurash. Amalia Adamo. Afrodita Sokoli. Afrodita Sokoli? Wow, sa e re. Kazimir Shtino Lart. Pushkin Lubonja? Po, Pushkin Lubonja. Po ai atje? Bujar Kore. Bujar Kore. Po ai? Tomor Topore. Po?
Astrid Kazaferi, Po? Agim Seseri. Po, pa i tjetri? Në cep? A i lartë fare, Astrid Kazaferi. Po, ky? Se lam një mangut aty. Ky i pari aty, poshtë. Ky pari, ju thamë, Seseri, Agim Seseri. Më portretizojnë që këta, si isha Alfons Gurashi? Për punën që bënte ishte absolutisht i paritshëm. Si isha reporter kudo? Alfons Gurashi, Kazimir Shtino dhe ai lartë fare, Astrid Kazaferi, ishte treshja që mbulonte çdo aktivitet politik dhe të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë. Ku shkonte Enver Hoxha, shkonin këta? Ku shkonte qeveria. Enveri dhe partia po shtetit. Po, ku ishin aktivitetet më të rëndësishme. Tani prit një. Ti vete ka takuar ndonjëherë Enver Hoxha? Unë jam përballë me atë në Parlamentin Shqiptar ku bëja regjin e Parlamentit Shqiptar. Dhe çfarë ndodhi? Dhe në një moment kisha dëshirë ta takoja, sigurisht si çdo njeri në atë kohë, dhe unë zbres nga autobusi, kisha regjin, po i lë teknikut, krye teknikut, i them që beti hapjen se unë do shkojnë çik poshtë në sallën e parlamentit. Dhe nëse ke parasysh është korridori, nga hyet, dhe në një moment, nga që unë kisha krijuar njohje edhe me shoqëruesit e tij edhe me... Dhe unë ndodha aty kur ai erdhi për të hyrë brenda në sallë, në podium, edhe më thot 3-4 hapa lan, Gjoka thot, si e thot? Po. Në bjevër thot Gjoka si e? Enver Hoxha. Se ju i Mariotë, thot, keni nxjerrë, thot, jo vetëm njerëz të pushkës edhe të penës, thot, po keni nxjerrë dhe orator shumë të mirë, thot. Për kohën ajo ishte një... Dekorat kështu të rije 20 vjetë kështu. Po, do më thëmë ishte një gjem për një vlerësim që i bëri Himarës në tërësi, e kupton? E takove? Jo, nuk u takova. Vetëm kaq, thiri kaq? Vetëm kaq, folëm shumë falenderit, i thashe, e kupton? Kaq ishte... Më emocionove? Po, sigurisht tani për kohën, detyrimisht që do të emocionohesh edhe do kishe... Tani, a ka në një lajmë në rëtë shot deri në 90-91, që ti e manë për një arsye, se lajmin e vdekjes së Enver Hoxhës që e manë mend, besoj e ka dhënë, mos gaboj e ka dhënë Virgjil Kule? Virgjil Kule dha lajmin e parë, pastaj u emërova unë, në radio dhe në televizion me urdhër të Marashajatit. Që t'jepje gjithçka. T'jepje të gjitha nekrologjinë. Dhe ti lexove të gjitha ato? Të gjitha, domethënë. Patë në një gjë që mund ta ndash sot me publikun? Jo, absolutisht. Vetëm lexoj ato që të vinin. Përveç se domethënë ana emocionale në ato raste se të rëmbente nga që domethënë gjithë kolektivi qante, gjithë kolektivi. Ti qava? Nuk e di, nuk mund të them atë që qava, por unë ndjeva pak një keqardhje, kupton, për kohën që ishin me kupton. Tani kush qande më shumë, Dimitër? Tani kishte sidomos gratë. Qanin, Po, sidomos gratë kur u mlodhen në studion e madhe, domethënë mbaj mend që u ndan detyrat dhe aty po gratë qanin. Qanin, Qanin, po. Gratë do të thënë gazetarët. Gazetarët, po, qanin. Jo të gjitha, po, kishte tek tuk të cilat... Po në njëra shkulli flokët? Si? Shkulli flokët në njëra? Po jo, deri në atë... Kemi parë dhe njëtë? Deri në atë mas. Aty te omazhet? Jo, deri në atë mas, jo, te omazhet, pas të aja, kupton, populli... Vadet omazhet, e pe? Po jo, nuk shkova te omazhet, unë përcolla omazhet. I transmetove në televizion. Okej, foto tjetër? Edhe kjo është një foto, po ma e vonshme kjo. Edhe kjo është një foto po prap Departamenti Informacionit, është... Mund të thuash gjithë? Në qendër është Milto Baka. Milto Baka. Është shefi shefi se ka punuar edhe te koha jonë dhe kemi punuar dhe një... Po, e kam shumë. Tefta Radi, kolegja ime për shumë vite. Sa vjet punove me Teftën çift? Po, vetëm gati më shumë se gati 20 vjet. 20 vjet. Gati 20 vjet. Zë t'ja zakonshëm. Gati 20 vjet. Kishim një komportim të shkëlqyer, po ishte një zonjë grua. Dhe më mbushte ekranin, kishte knajsi ta kishe partner. Tani të tjerët mund të jetë Amalia pra. Amalia Dhama, Ferdinand Samargjiu,
e kupton Bujar Korja, një nga operatorët e mrekullueshëm, Vladimir Grillo lart mbrapa meje. Lart pa ai atje me vizë? Po, ai ishte erdhi nga Elbasani, ishte Artur Himçi. Nuk është ngjan me Artur Himçi erdhi nga Elbasani dhe filloi sportin aty. Pastaj Astrid Kasaferi, Lirim Zalla mbrapa. Lirim Zalla i sportit? Po. Ai Xhota Xhevdet Shmili shoferi, Gazmir Shtino, Arjan Negro. Operatori teknik. Qa viti duhet jeni këtu? Po këtu është 88-ës, 87-ës. Në fund të viteve 90. Të gjithë të rinje, kupton? Kene një kujtim të veçantë me gjithë ta, se që Vladimir Grillo nuk jeton më. Kene një kujtim të veçantë? Me Vladimir Grillon unë kam patë bërën sepse kam bërë për 20 vjetë rjesht regjin e rubrikës sportive. Bashkë me Labin kemi patur një lidhje të ngusht shumë. Gazetar... Po mirë, ti i thosh ati që mos bërtit shumë? Jo, nuk, shiko, ca gjëra ishin të lindura dhe se cili i kishte në vetvete të ndjeshtë për të transmetuar. A ishte ikon dhe jashtëzakonshëm, në meritat jashtëzakonshme, por kur shënoi Flamurtari në Beograd, Flamurtari ka shënuar, tha. Kush ta ka shënuar gol? Për shembull, sot nuk transmetohet kështu kjo, transmetohet kështu, do të çmendet gol. Bërtet, speakeri sot. Ti i thoshe që mos bërtit? Jo, shiko. Unë nuk kam arritur me këta tipa që bërtasin. Ladi nuk ka bërtit asnjë. Asnjëherë pra? E di pse, se televizioni ka diçka. Ne e shikojmë atë, s'ka nevojë të bërtasësh. Mund të bërtasësh në radio për ta prurë dëgjuesin. E kupton? Pse duhet bërtasësh kur unë e shikoj? Ti nuk më inspiron mua. Po si do të thosh, Flamurtari ka shënuar gol? Kaq? Jo, gol, Flamurtari, gol. Kaq? O do të çmendem apo jo? Flamurtari mes Beogradit? Do të çmendem unë që e shikoj në shtëpi. Këtu përplasemi, Dhimo, këtu si regjisor, këtu përplasemi këtu. Të lutem, ja. Se kemi dhe regjisorin aty në regji. Nuk ka pse ti atmosferën që unë e shikoj të ma sjellësh. Po mi bëjnë gabim ata speakerat, për shembull ai spanjoll, kur shënon Jamal tani. Nuk mbaron atë fjalën. Secili ka bot kuptimin e vet. Ka atë ndjesinë e vet. Stilin e vet. Ka stilin e vet të transmetuar. Por kjo i qëndron më shumë radios se sa i megjithatë Vladimir Grillo ishte legjend. Po, ishte legjend, ishte njëri mrekullueshëm, shumë i përgatitur, me shumë teori sportive, të jashtëzakonshme dhe komportohej shumë mirë me. Dhe ka një merit për transmetimet e gjitha pafund. Në historiografinë e televizionit shqiptar ai është një ikon. Po Milton, se edhe Milton Baka nuk jeton. Milton i kur shpejt. Në la para kohë. Edhe Vladimir Grillo është shpejt iku. Po, edhe Vladi. Po Milton ishte një shef shumë i dashur, shumë strikt dhe mjaft kërkues. Energjik shumë. Shumë energjik dhe mjaft kërkues. Domethënë, të gjithë që janë ekipi gazetarëve që janë këtu, domethënë, energjik, Ferdinandi, e kupton, Lirim Zalla, dhe Lirimi ka mbulluar sportin. Erdhi pak më vonë, e kupton, por... më i ri se Ladi. Po, sigurisht. Të gjithë ishin të dërgjeshëm për çfarë duhet të bënin, sepse ishin ca korniza në atë kohë, që nuk mund të dilje jashtë. Mirë, sigurisht, e kuptoj. Foto tjetër? Po. Këtu jeni në edicionin qendror. Dhimiti Gjoka dhe Teftaradi. Tani këta tjerë që janë? Po, këto janë tekniket. Mësojnë qik me emra. Besa Osmani, kjo është anonçuse. Po? Kjo më dhe speaker. Një nga anonçuse. Një nga që thoshte programin. Ishe shumë të veçanta ato. Po. Me zërin, me dhe simpatike, po. Sidomos zërin më habis të ëmbën. Po ajo, e dyta? Ajo dyta është Mirjana Faja, teknike figurës. Po? Angjelushe Tomori, ajo midis me edhe teftës sipër, edhe ajo teknike figure, dhe Shpresa Hoxha, po dhe kjo teknike figure. Ishte, dëmën kjo foto është fill pas... Një edicion Lami 1978, Po, atërë. Jo në 78, në shgabim. Është gabim aty? Po, është në 88. 88. Kur isha një ditë, kur punoja që kisha emisionin në radio televizionin shqiptar, vjen një ditë një grua, zonjë, jo ere, edhe për të vendosur mikrofonin. Zakonisht ishte vetëm çuna. Edhe i shpenguar ti e di atë momentin përpara emisionit që se ke shumë me aty dhe vetëm kur dëgjoj, domethënë, Dhimo nuk e kisha mendjen për ta parë se kush ishte, se ti e di. Dhe vetëm dëgjoj zërin. Kthehem unë dhe shikoj. Mos je ti, thash unë, në 1980-ën ke bërë prezantuese? Po, tha.
edhe pak kohë dhe dalë në pension. Ajo të vinde zërin. Ajo që më vendosë zërin. Nuk e di cila nga këto. Iva, nuk është tu. Nuk është tu. Ajo është Iva Nuri. Iva, po. Ua! Ti më mban më thonë, po si s'maj mend, unë jam rritur me atë. Edhe jam emocionuar, do të thonë kur ajo po më vendosë mikrofonin. Do të thash, ishte shumë. Do kujtojmë dhe një yll tjetër anoncuese, është Moza Tafaj. Moza Tafaj ishte regjia këtu do ndihmoni në Google nëse ka mundësi Moza Tafaj sepse nuk e kam vendosur. Ishte një angjëllore. Angjëllore shumë e pranueshme, ëmbël. Shumë e pranueshme, domethënë kishte një staturë. Kush Moza Tafaj sot? Urdhra? Ku është Moza Tafaj sot? Moza në pension. Është këtu në Tiranë? Po, në Tiranë. E përshëndesim. Me Gudin e shoh shpesh, me fëmijët, me djalin që dalin, shëtisin. Edhe ajo një ikonë e televizionit shqiptar. Foto tjetër? Po. E përmend. Tani më thoi çik për kiçë fjalë. Këtu jemi në konferencë në Greqi. Në vitin 98 u bë një takim me gjithë moderatorët nga gjithë bota, rreth 200 pjesëtar. Kiçë nga ishte? Kiçë fotjati nga ishte? Himariot. Pas keni bërë grupazhin atje të Himarës juve, prandaj ju ka thënë mirë Veroxha juve. Po sa Himariot kishte në rreth. Po edhe Ladi Himariot. Po pra, se edhe Vladimir Grillo, pastaj edhe çun Xhaxhajti që dhe ai ndroi jetë Grillo, gazetari i sportit. Pas keni pasur shumë Himariot juve në televizion. Tu jemi në Zapjo, në qendër të Athinës. Po? Dhe isha përfaqësues nga Shqipëria, isha unë dhe Kiço Fotjati mes 200 moderatorëve të shquar botëror. Morëm ca leksione aty, u bë ishte rreth një javë takimi. Na folën mjaft personalitetet të shquara në fushën e radios dhe televizionit nga mbar bota. Ju thatë atyre që jemi nga Himara, apo? Por nuk ka rasti. Nuk ka rasti, se dy Himariot, dhe Shqipëria përfaqësohet me dy nga Himara atje. U takuam me kryeministin Simitisin, dhe Kiço Fotjati shkëputet dhe më thot mua, do shkoj të bëj një fotografi me atë, sepse djali i tij ishte martuar me greke dhe duhet të mburej krushqeve që unë e kam mik Simitisin. Dhe vajti bëri një fotografi me Simitisin, e kupton, dhe ishte një gjë shumë e bukur. Por ju folët greqisht aty? Se gjuhën e nëse ti greqisht. Po, edhe Kiço, po, greqisht. Greqisht folët, na pas kemi nderuar. Gjuha zyrtare aty ishte anglishtja. Anglishtja. Tani, problemi është që, me qenë se jemi këtu, Kiço është një fenomen i rallë i radio televizionit. Pse fenomen? Se kam dëgjuar këtë. Sepse unë e preka dhe në fillim, dhe më zëri ti ishte një timbrike e jashtëzakonshme. Qoftë për mikrofonin e radios, qoftë për televizion. Statura e tij televizive ishte mjaft bindse. Domethënë ishin përmbledhur te Kiço një sër karakteristikash profesionale të cilat e bën atë, domethënë, nga më të rallët speakerat. Tani, Kiço Fotjati, Dimitri Gjoka, Vladimir Grillo, Kosta Grillo, në Himariot tjetër, kishte në kush ishte tjetër? Kasneci, kameramani, Petrolati. Do u bën gjashtë. Iliasi, po, me punoj, po. Do e keni bërë atë absolutisht grupazhin atje nuk i njifja, nuk ishte kështu. Rastësia na mlodhi. Më i miri nga gjithë Kiço Fotjati për ty? Për mua Kiço Fotjati. Po pse e dënuan? Po thash, kishte një cenë në biografi, por shumë të largë. Po e rikthyen prap. Nuk e nxorën në ekran apo çfarë? Nuk e nxorën, e hoqën nga ekrani. Do të thonë punonte aty. Po punonte diku në fshatin e Tiranës. E vuajti sigurisht. Si në fshatin e Tiranës, e hoqën nga televizioni fare. Po e hoqën pra, e hoqën diku në një fshat. Jo, unë mendova mos e hoqën nga ekrani kur ti që ti të larg. Hoqën fare nga televizioni. Disa u zgjidh, po disa vjet po. Dhe u kthye pastaj. Po u rikthye. E ka vuajtur shumë. E ka vuajtur shumë. Atëherë u kthye më me forcë, më me deklaratat e Komitetit Qendror të asaj kohe, të plenumeve të byros politike për Kosovën në 81-shin, Kiço ishte njeriu më i dashur për shqiptarët. Kishe në i lajm Dimitri Gjoka që nuk do dojë të lexoje? Mua më ka ndodhur një incident në studio, ishin rreth 40 faqe A4 formati. Wow.
Si kjo? Ishte një... Duhet t'i lexoj 40 faqe nga kjo? 40 faqe nga to, direkt, drejt për së drejti. Dhe në faqen e parafundit, mua më ndodh një këth. Mirë po... S'kishe ujë? S'kisha ujë. S'kishte asgjë dhe përveç një telefoni që... S'linin ujë? S'kishte komunikim me kufje, ishe vetëm telefonin. S'linin ujë aty, dhe? Nuk kishte ujë. A sa fre kam fjallën? Ishte ndaluar, nuk vije do t'ujë. Por... Me këtë rast piva pak ujë. Ishte, po, mirë bëre. Ishte një material shumë i rëndësishëm, domethënë i vendimi i byros politike për qëndrimin me Republikën Jugoslave të Serbisë, Jugoslavisë, domethënë. Edhe në fund nga ai tension i madh, domethënë nuk më dilte zëri miku, mundova të rregulloja kollaren, të bëja ata s'po më ishin nga ekrani, e kupton, mbeti në një moment derisa mbyllet. E mbyllin ekranin, domethënë më heqin nga ekrani. Edhe unë po rria, po prisja dhe kush e di çfarë do më bëjnë, e kupton, sepse kush e di çfarë dënimi do marr, çfarë. Nuk erdhën as pas 5 minutash, as pas çerekore, as pas gjysmore. Unë rria aty në tavolinë, nuk erdhi njëri. Më thanë që kishte marrë pastaj Ramiz Alia në telefon, njoftoni shëndetin e Dimitrit. Edhe aty vetë se kur vinë të gjithë, pasaj, po qa pate, po si, po qysh, po të, po qa... Sigur të kështë thërë Ramiz Alia në i gjë tjetër, kështë vdekin verje të? Dhe në orën 10 të unë dalë prapë. Dalë prapë, që të thoshi që janë mirë? Nuk kështë vdekin me, ishte... A i meresh me kulturën edhe me... Po, foto tjetër? Tani, nga Radio Televizion Shqiptar... Top Channel. Ti kalon Top Channel. Po. Pse i ke nga RTS? Po ishte një rastësi. Unë isha në një restoran me nipin tim, po aja bukur, kalon Tani i Topit. Dritan Hoxha? Po. Mundet thot, vish pak, thot, po më e thash unë urdhro, qa bën, si e si shkëm? E njën para? Absolutisht, jo. Më thot, mund të vish, thot, që nesër të fillosh të kun, thot, e ke rogën kaj, thot, e ke të kaj. Pa një pa dy, dhe më kjo është propozimi, e kuptone, dhe ti joshi më shumë roga, apo televizioni projekti ti? Po jo, kishe filluar të starton të mbar, mirë dhe kishte marrë emër Topi në atë kohë. Kështu që... Se je nisi me Alfons Gurash? Po, sigurisht, nisi me Alfonsin, me Keldemin, me Keldemin? Po, me Sonila Meçon, me... Po këtu i jepi lajmet me Sonila, po vetëm? Këtu isha me Sonilën. I jepi lajmet qift? Po, qift. Akoma qift vazhdojnë lajmet qendrore Top Channel. Top Channel. Por, mua më bëri një gjë, do më ndalem pak tek Sonila. Sonila kishte një memorie të jashtëzakonshme. Dhe nëse unë kisha pronterin përpara, Sonila e fikte pronterin. Dhe materialin ajo mjafton të njerë të lexonte dhe ishte kaq e aftë për ta komunikuar sa unë çuditesha kjo merret tërë ditën orë shmar tërë natën dhe di me nga kur ma thot më pas pasaj që Dimitër thot unë kam një të lexoj, po edhe ajo me pikë me presje, edhe gjysma e faqes të ishte e A4-s, domethënë ajo mjafton ta lexonte një herë dhe ishte në gjendje ta thoshte me pikë dhe me presje. Pse është kjo se ti je specialist? Është një aftësi e lidhur, ashtu siç këtë e ka dhe ishtë bashkë prezentusja ime në festivale Silvana Braçe, e kupton? Edhe ajo të pyes për ato festivale, do të pyes. Ke edhe një të dyja këto dimension tjetër. Ktu i mban mend ta gjitha, ai Benvata, ai djali teknik, ai atje që kanë pas tani me emra po kush është kjo vajza, kjo Bjondja? Po është teknike aty. Teknike. Gjatë si Eva Idrislari, po nuk është. Jo, nuk është fare. Dhe këta janë të gjithë teknik. Ky është regjizori, Jarova emrin, i pari fare domethënë. Po. Po. Nga çunat e talentuar, regjizorët e talentuar. Foto tjetër? Altini ai teknikës. Pastaj kalove? Ige nga... Këtu jemi të... News 24. 24. Këtu jemi të News 24. E kam edhe atë të Albanian Screen, dhe e kështë vëmë për para, por nesër. Do të një gjë se të Albanian Screen ne shkuam dhe na bën një ofertë shumë të mirë, por ata nuk u treguan korrekt me ne, na tradhuan në kuptimin e mirë të fjalës, por rreth 4 vjet. Po ju pas ka tradhuar në kuptimin... Po, na dhan një, domethënë, na ofruan me rroga marramendse, me rroga shumë të mira. Bëre mirë apo gabim që në Top Channel? Si e le Top Channel më burr? Bëra shumë gabim për vetë faktin sepse
Ai sa kishte marrë atëre rafinerinë e Raftës në Ballshë dhe thamë që, domethënë, Për kë ke fjalën? për Taçin. Rezar Taçi. Po dhe të ofroj ty te televizioni. Se ti nuk ishe thjesht vetëm speaker aty, ishe edhe drejtori Po, imazhi. drejtori imazhi, po. Dhe më ofruan dhe mua më joshi rroga, me thënë drejtën, sepse ne kohë tranzicioni kalonim edhe ku t'ishte rroga më e mirë, e kupton, do të Bëra gabim që ikën ato çfarë. Bëra gabim sepse më vonë e kuptova që bëra gabim, se fillimisht po, pastaj filloi të na jepte rrogën një ditë po, një muaj po, 2 muaj jo, e kupton, derisa vati 2 vjet s'na dha rrogën fare. Se si ke marrë rrogat? Qëtërisht 2 vjet, domethënë pa marrë rrogën. Çfarë thua? Është derisa pastaj na u dha në fund, e kupton, po ishte shumë vonë. Dhe kalova tek News 24 pastaj. Te News 24 gjeta aty në kolektiv, por dhe aty, domethënë punohet nga pronarët, domethënë në përgjithësi punohet jo mirë me dhe të cilët kolegët tanë do të vuajnë kur të dalin në pension. Sepse marrin kam 2 borderoj, një borderoj që marrin në dorë, në dorë, e kupton, dhe një borderoj që shnohet me një rrogë. Foto tjetër se e kemi News 24. Jo, okay, se është fotoja, është fotoja e paralel. Sepse është shumë e rëndë. Edhe futen siguracione shumë të ulta, cilat nesër për pension do t'jenë shumë të vështirë për ata. Tani kishe dhe djalin në speaker? Po, kisha dhe djalin. Ai e ndërpreu karrierën? Ai e ndërpreu, djalim ka mëruar për juridik, kërkon të ndite babin, arriti rezultate shumë të mira, por i pëlqeu më shumë të shkonte në emigracion se gjeti një punë më të mirë. Në Gjermani? Me të ardhura më të mira, e kupton edhe. Në cilin qytet është? Është në Stuttgart. Është mirë? Po, është mirë. I kënaqur. Ai është kënaqur dhe ti je kënaqur. Foto tjetër? Shumë i kënaqur. Këtu është rikthimi yt në RTS. RTS. Falenderoj shumë se më ka ardhur në emision. Ja thash dhe stafit, ka filluar Landi këtu emisionin, erdhe, mbarove edicionin e lajmeve dhe erdhe the. Landi vetëm për të dhënë dorën tha urime. Po. Nuk e harroj. Po. Nuk e erdhe. Ishte rikthimi im për këto 4-5 vitet e fundit. Rikthimi ishte i përmallshëm, ishte pata emocione, rikthimi nga fillimi, pas një shkëputje prej gati 15 vitesh në për televizionet private. Ishte një vjushmëri shumë... Prap qifti dhe lajmet? Jo, nuk humbja jo... Humbja jo. Me ke jepje lajmet? Vetëm do. Vetëm, nuk shemë... Po ca kohë ishe me Blertën? Blertën Tafani? Jo. Apo jo, kështë edicion tjetër? Ishit ju grupi i speakerëve? Ishe grupi. Që keni një fotografi që keni dalë, por nuk dhatë... Kjo është studio e re, që kur vajtë u bë studio e re e lajmeve. E lajme, po, studio e re e lajme, dyshi, studio 2, jo atje ku bëje studion, ku bënit ju emisionin ishte njëshi. Njëshi, po. Njëshi. Edhe aty ishte një emision shumë... Si të pritëm në atë rikëthim? Ana juaj, ishte një moderim shumë profesional, e kupton, sepse shumë llojshmëri e temave që ju trajtonit në emision ishte për të patur zili. Kjo është kështu si më vargi. Ishte një shkollë për të mësuar dhe gazetarët e tjerë, domethënë për mënyrën se si ju komportoheshit edhe transmetonit mesazhet për teleshikuesin. Më bëre me turp, mu duk sikur më vare një dekorat. Absolutisht, njeriu t'jepi atë që i takon sa është gjallë. E them nga Dhimiti Gjoka, nuk e ke idenë se sa jam, do thënë, i lumturuar në këto momente. Foto tjetër. Po këtu është një event, është një të gjithë i mblodha, domethënë është një vend unë këtu vlerësohem me titull mjeshtri madh nga presidenti. Po, nga presidenti. Zoti Meta. Të gjithë më nderuan, domethënë që nga Reis Çiço, një nga spikerat e mrekullueshëm sot i ekranit shqiptar, Agim Xheka, një nga zërat fenomenal të Radio Tiranës, është i lindur. Mirë, edhe ai ka ditur ta... Po sigurisht ta përpunoj pasaj me vitet, po është i jashtëzakonshëm. Është mban titullin dhe Gimi mjeshtri i madh. Pas meje, domethënë në krahun tim është Arben Kruta, është regjisor, aktor,
në televizionin shqiptar, Ben Mevlani pasaj speakeri tjetër, që kemi startuar në Radio Tirana, në Top Channel, dhe së fundit... Ilir Paça. Ilir Paça. Edhe ky nga... Himara. Nga Himara. Por themu që keni bërë grupazhin juve, ju Mariotët. Ndoshta është një karakteristike i Mariotëve, domethënë e të folurit pastër të gjuhës shqipe. Jo, Ilir Paçën kemi punuar te Gazeta Koha Jon. Edhe Iliri bënim shumë gaspime, po Iliri ishte djalë i pastër, djalë i ditur, me formë shumë të mirë. E vërtet. Dhe e ngasmonim shumë, e ti e ke parasysh se për çfarë e ngasmonim, por më krijonte gjithmonë atë një djalë gjithmonë i zgjuar. Shumë dinjitoz në ekranin e Top Channelit. Edhe është nga speakerat më të stabilizuar. Është shumë i stabilizuar dhe shumë produktiv. Dhe shumë i dashur për teleshikuesit, i ngrohtë, i ëmbël, i komunikueshëm, i respektueshëm. E ke ti produktin tënd? Do të thënë ke ndihmuar? Jo, nuk e kam, ne kemi qenë bashkë. Jo, flasë ke ndihmuar në ato fillimet e vet, sa i ka qenë gazetar politike. Po, tani nuk besoj se... Do të thënë është nga të rrallët speaker, që nuk ja din backgroundin i Ilir Paçës, që ka qenë gazetar reporter politike. Dhe mbulonte PS-n për institucionet politike, Partinë Socialiste dhe tjera. Po reporter. Dhe pastaj e kaloi në speakerim. Foto tjetër? S'kemi më foto. Ka që ishte? Jo, unë do doja të kishim pra foto. Nuk ka rëndësi, ne jemi të gjallë. Do doja e imagjino Ne jemi tani të gjallë. Jo, imagjino çfarë, do thënë çfarë. Fotot kanë vendin e vet, ne tani në ekran kemi vendin ton, kështu që unë do doja se edhe më shkruajnë këtu si duken këta speakerët e rinj, ty thimi të Gjoka që ke 50 vjet që e bën këtë punë dhe speakerët djem, po sidomos vajzat, se kam shumë vajza speaker, do të themi këtë. Si duken? Në pjesën më të madhe ka moderator, speakera shumë të talentuar. Një pjesë tjetër është mediokriteti, është institucionalizuar dhe ka mbetur si i tillë në disa ekrane tonat. Kështu që ka një disnivel midis përsosmërisë, aftësisë, profesionalizmit dhe mediokritetit. Por është e keqe ajo kur mediokriteti institucionalizohet dhe shitet si profesionalizëm, si aftësi. E thua shpesh kur shikon në një speaker e thua si mund dali kjo në ekran? E heq. E heq? Po. Nuk e thua shpesh? Po, ndeshem shpesh po besoj se ndeshemi shpesh Jo, ndeshemi, po kur e bën këtë dhe mi të Gjoka, ka tjetër vlerë, sepse ju përveç se jeni regjizor, ju keni mbi supe një... Unë edhe më vjen keq që kanale televizive kanë në gjirin e tyre, domethënë. Mes tyre më keq janë vajzat se sa djemt? Po, tani aty janë, e kupton? Aty janë. Nuk të pëlqen paraqitja apo artikulimi? Janë një sër gjëra. Nuk janë të aftë komunikojnë, e kupton? Nuk kanë diksionin e dur për atë punë, nuk kanë staturën e dur për atë punë, e kupton? Nuk kanë qëndrimin e dur për atë punë. Dgjoj, do të them një sekret televiziv. Në jetë janë dy vëmendje. Është vëmendja e përqendruar, për çka unë, ju, do themi për teleshikuesin që na ndjek, dhe është vëmendja e shpërqendruar. Po ti shohësh të dyja, vëmendje e përqendruar dhe shpërqendruar janë si dy shina treni që nuk puqen njëra me tjetrën. Në ekranin televiziv, në tavolinën që je ulur ti dhe jam ulur unë, këto të dyja bashkohen më shumë se në asgjë tjetër, për vetë faktin. Sepse unë, duke komunikuar fjalën, duke u komportuar me ty, njëkohësisht bëj autokontrollin e vetes, a jam
drejt, a e kam kollarën drejt, a e kam këmishën drejt, a e kam çaketën drejt, a është qëndrimi drejt, a është fiziku drejt. Mos ndoshta po qesh kur lajmi është serioz, mo ndoshta jam serioz kur lajmi është pak më sportiv, e kupton? Mos ndoshta këtë lajm sportiv unë e lexoj sikur është lajm politik, mos ndoshta këtë lajm kulturor unë e lexoj sikur është lajm, kuptoni se çfarë thellësie ka Dimiti Gjoka që ka dhënë 50 vjet edicionin e lajmeve, e kuptoni çfarë thellësie. A jam unë në rregull me këtë që po them thot? Nëse lajmi është politik, a i përshtatem asaj që po lexoj? Këtë e bën vetëm një profesionist. Ky është sekreti më i madh që duhet të ketë një moderator përpara ekranit. Pra, më shumë se kur, vëmendja e përqendruar në mesazhin që përcjell do të eci paralel, pa u shkëputur me staturën. Mund të përmendësh disa që ti vlerëson një speaker meshkuj dhe disa që vlerëson speaker vajza? Shko, meshkujt kanë një kollara, një këmish, një xhaket. Kollara. Manë mend sa kravata ke vënë edicionet e lajmeve? Qindra. Qindra? S'ta kam thënë këtë, por Redi Seamini në 97-ën ka raportuar një lajm në gazetën Koha Jon kështu. Sot tha, Redi, çka ke ti sot, i thot shkollaku? Sot tha, Dimiti Gjoka mbush, nuk e di sa mbush e ti, që po jep lajmet, tha. Dhe gjithë kjo kokër nga Redi, gazetar ekonomie, Redi Seamini raportoi këtë lajm në redaksi. Po mirë, tha, ka bërë punë vet. Ka bërë punë vet, tha, po. Asnjëri tha se ka bërë si ai, tha. Do të kemi keshën gjithë. Dhe shkruajtu lajm në gazetën Koha Jon. Faleminderit, po e mbaj mend.